Përshëndetje të dashur fëmijë dhe mirë se vini në emisionin tonë të sotëm. Sot kemi kënaqësinë që të kemi në studio disa nxënës të shkollës së muzikës Prank Jakova, të cilët do të performojnë në ndër të festës së 17 shkurtit ditës së pavarësisë të Kosovës. Këta të rinj, me pasionin e tyre dhe talentin që kanë për muzikën, kanë arritur majat e muzikës dhe me anë të shpirtit të tyre artistik, po e përfaqësojnë vendin tonë në vende të ndryshme. Të dashur miq, nxënësit e shkollës Prank Jakova tani do të na interpretojnë dy himnet, himnin kombëtar të Shqipërisë dhe himnin e Kosovës. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? A mund të na prezantohesh? Unë quhem Murat Hamiti, jam 11 vjeç, shkoj në shkollën Meto Baraktari dhe në shkollën e muzikës Prank Jakova, edhe shkoj në shkollën për teknologji. A të pëlqen instrumenti pianos? Më pëlqen shumë, edhe ka shumë pianistë që kanë luajtur në ta, si Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn e të tjerë. Se të pëlqen ty të luash piano? Më pëlqen të luaj në piano, sepse kur luaj në piano ndjej lumturi. Sa vite ke që luan piano? Koncertin e parë e kisha dhënë kur isha në moshën 8 ose 7 vjeçare, nëse nuk gaboj, ishte kështu. Besoj në moshën 5 vjeçare. A ke emocione kur dal në skenë? Guximi e mposht frikën kur dal në skenë. Kush të inspiron më së shumti që të luash piano apo të vazhdosh ëndrat të tua? Çdo kush më inspiron, edhe Beethoveni, edhe Mozarti, edhe Haydni, dhe çdo kush ma bën për ta realizuar ëndrrën. A mund të na këndosh tani diçka për fund? Po, do të këndoj këngën e Sabri Fizullaut, të shkruar me tekst të Migjenit, kënga e Rinis. Rini thuja këngës më të bukur që di, thuja saj kënge që të vlon në gji, nxirr gësimin të ndele shpërthej me vrull, mos e freno këngën le të marri uth. Qeshurini qeshu, bota është e jote, thuja këngës thuja, këngës gëzim plote, qeshurini qeshu, bota është e jote,
Thuja këngës tuaja, këngës gëzim plotë. Tu i shëtitur male kodër, tu i brek lule gjithë me dorë, veç një kopsh më të bukë shkodër, ty të qeta lule borë, je vogël por e plot, ty të kërkoj unë tarsa mot, unë ty të kërkoj, gëzim e ty jetën ta qoj, eja, lule bor, se me ty do thur kuror, eja, lule bor, se me ty do thur kuror, pash më bukrën stim pranverën, pash më bukrin trëndafin, mos ja fal kur ndo një herë, se për mu vetëm keqe, je vogël por e plot, ty të kërkoj unë tarsa mot, unë ty të kërkoj, gëzim e ty jetën ta qoj, eja, lule bor, se me ty do thur kuror, eja, lule bor, se me ty do thur kuror. Tani të dashur fëmijë, në studio kemi Lindi Pashën, i cili do të na flasë për instrumentin e violinës, por po ashtu edhe për veten. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të na prezantoni? Po, unë jam Lindi Pasha, jam 14 vjeç, shkoj në shkollën e muzikës Prenjakova Prishtinë, edhe po ashtu jam në shkollën Dardania në klasën e 9. Çfarë të inspiroi apo çfarë të shtyjë që të vazhdosh shkollën e muzikës Prenjakova? Unë kam vazhdu shkollën e muzikës Prenjakova, posaçërisht në instrumentin e violinës, domethënë, sepse instrumenti i violinës ose në përgjithësi muzika është një qetësi shpirtërore, domethënë mësjell një qetësi shpirtërore. Çfarë të pëlqen më shumë te violina? Te violina kisha thonë domethënë që tingulli është domethënë tingulli që jep muzika që e bën me violinë, të bën mundin një tjetër botë, domethënë. A ke emocione kur performon në skenë? Po, domethënë menaxhimi i emocioneve është si pjesë që duhesh mi mësu në violinë, apo si instrumentist, po emocionet janë domethënë gjithë aty, por normalisht më të vogla, më të menaxhueshme. Tani për fund, a mund të na interpretosh diçka me instrumentin e violinës? Sigurisht që po. Të dashur fëmijë, tani është radha e Miran Kurshës, i cili luan me instrumentin e klarinetit. Gjithashtu me të do të diskutojmë për këtë instrument, por gjithashtu edhe për përvojën e tij. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të na prezantohesh? Okej, unë jam Miran Kurçë, jam klarinetist në shkollën e muzikës Prenjakova. Këtë instrument e luaj që për 5 vjet. Edhe që ka pëlqyer me këtë instrument është një tingull të mirë që e ka. Këtë manovrimi me gishta që me boldet, mu shpreh, kështu. Çfarë të inspiron që të vazhdosh ëndrrën tënde me instrumentin e klarinetit? Qa më inspiru për shembull, më inspiron me hi në për orkestra më të mëdha, ku aty mëna me rrim maja me përkushtimin teme, kështu. A ke emocione kur del në skenë dhe si mund t'i menaxhosh ato? Këgja kam emocione. Ka herë dhe s'm pi menaxhoj, po duhet mi menaxhu. Tani për fund, a mund të na interpretosh diçka me këtë instrument? Po, e luaj Xhamadani Vjavi.
dashur fëmijë, tani është radha e Princ Fanaj dhe Ran Kastratit, të cilët do të flasin për instrumentet e tyre. Përshëndetje. Shëndetje. A mund të na prezantoni? Unë jam Princ Fanaj. Unë jam Ran Kastrati. A mund të na flisni pak për instrumentet e juaja? Po, në luaj violin, që nga 8 vjeç. Motivimi dhe inspirimi më shumë të marrë nga babi, do të thonë për edhe për me lujt violin, edhe jam do të thonë i motivu mas shumë të edhe që me mri ma shumë në botë, që me mdal emri edhe me mjoft si violinist. Ndërsa për mu, unë luj gitare që 7 vjet, më pëlqen shumë me interpretu këngë të ndryshme, edhe çka më inspiron me vazhdu është do thonë krejt familjarisht na jemi si të lidhur me muzikë, edhe do thonë edhe nga ana e babit edhe nga ana e mamit, edhe është një qetësi shpirtërore që e ndjej domethënë kur luj gitare, për shembull kur kam ndonjë problem apo nuk ndihem mirë, atëherë e kapi gitaren edhe filloj të luaj diçka dhe më relakson shumë. A keni emocione kur dilni në skenë dhe si menaxhoni ato? Në fillim gjithmonë këtë kemi me pas, edhe hala kena me vazhdu me pas, po është një moment ku mbrin me një pikë që nuk ndjen mu adin djel mu knaq në skenë. Po dhe më thonë pra si shta edhe Princi, emocione në skenë gjithmonë ka me pas në fillim, po pastaj kur jesi më thonë në fillim edhe je në gjysën e këngës, atër pastaj Liror. të shmangët ai emocion. Cilat janë disa nga arritjet e juaja më të mëdha që keni pasur? Disa nga arritjet kemi pas qëtash vonë ka qenë në Kosovë, çmimi Grand Prix në Ars Kosova, pastaj kam vitin e kaluar në Bullgari, edhe aty Grand Prix për junior, që është nda me junior dhe senior, ma të vogël dhe ma të mëdhaj, edhe aty kam fitu. Po ashtu edhe më ka jep mundësia pas Grand Prix junior, më ka jep mundësia me lujt në Bullgari solo me orkestër. Edhe plot tjera. Për mu nuk është shumë që kam pas çmime ose kam pas dikun ku jam reprezentu shumë, sepse ma shumë e luj gitarën si për hobi, edhe si shtash dhe pasi është puna shumë me familje që krejt e lujmë, po i kam disa për shembull shtash mas vonë i kam lujt për talentet e Kosovës, ka qenë një takim i cili është mbajt gati se cilisht qytet. Ato e kam reprezentu për shkollën e Prishtinës, shkollën Prenk Jakova, edhe po e kemi interpretu ka një pjesë, edhe ai ka shku shumë bukur ajo, edhe shpresoj qape shkoj aty, po gjithashtu më ka ra me lujt edhe në për orkestra, për shembull me shkollën Amadeus, që kemi qenë bashkë me Princin, po edhe në shkollën Fajkonisa kur kam qenë, kam gjithmonë sarë që ka pasur ndonjë festival apo një ditë më speciale, po gjithmonë aty e kemi pasur një organizim që kemi lujt këngë për atë ditë. Tani për fund, a mund të na interpretoni diçka?
Të dashur miq, kjo është të gjitha çfarë kemi përgatitur për sot. Shpresoj që ato interpretime kaq të bukura me instrumentet e violinës, gitarës, përposhtë edhe të klarinetit që kanë pëlqyer shumë, ashtu siç na pëlqyen edhe neve. Ato interpretime na sollën një energji shumë të këndshme, e sidomos tani për festën e 17 shkurtit, ditës së pavarësisë së Kosovës. Nxënësit që i patëm të shkollës Prenk Jakova na mësuan se me guxim, përkushtim, por edhe talent për muzikën mund të arrijmë maja shumë të larta. Deri në emisionin e ardhshëm, mirupafshim dhe mirëndëgjofshim. Ju uroj festat unë, Erblina Gaçi dhe gjithë stafi i Radio Kosovës. Mirupafshim.